Për cilat arsye Xhaxhaja Alex Nikës ka qenë sot në SPAK dhe çfarë ka deklaruar pas daljes së saj? Po, Fabiola, në fakt ka qenë një kërkesë e vetë e Xhaxhait të ndjerit Alex Nika, Mark Nika, i cili ka kërkuar në prokurorinë e posaçme një takim me prokurorin e posaçme që po heton edhe krimin shtetëror të 21 janarit me 4 viktima, pra në vitin 2011, dhe gjatë këtij takimi të zhvilluar vetëm pak çaste më parë, paktën siç deklaroi edhe Xhaxhaja Alex Nikës Mark Nika, prokurori Alfred Sheu i ka premtuar pra se ka një përparim dhe që do t'i shkojë si duket deri në fund edhe kësaj çështje. Ndër të tjera, ai për sa i përket dhe në planin politik ka bërë të paktën në deklaratën që ka dhënë edhe jashtë prokurorisë së posaçme, ka bërë fajtor Sali Berishën, Lulzim Bashën dhe personat pra zinxhirin komandues për sa i përket vrasjes së 4 protestuesve, por edhe të nipit të tij, por edhe plagosjen e personave të tjerë, duke thënë se ishin ata që si duket dhanë urdhrin për qelluar në drejtim të protestuesve nga ana e Gardës së Republikës. Ndërkohë, ajo ka bërë thirrje se pse duhet të fshihen, pse duhet të manipulojnë këtë çështje që në fakt është në prokurorinë e posaçme, ndërsa mes të tjerave po ashtu Xhaxhai Alex Nikës Mark Nika ka thënë se dosja hetimore sipas komunikimit që ka pasur edhe me prokurorin e çështjes është riparuar dhe kanë sjellë pra hetime të reja, sigurisht edhe në pritje të disa ekspertite. Ne kemi gati në këtë moment edhe fjalën e tij, le të ndjekim një pjesë të fjalës së Mark Nikës. Kërkova takim me prokurorin e çështjes për të mësuar hecurinë e hetimeve, që jemi palë në hetimin e çështjes tonë, dhe ato ai më shpjegoi se hetimet po vazhdojnë dhe ka hecje dhe ka përparim. Se kur do përfundojnë, kjo është çështje që varet nga ata, nuk është çështje. Ju dha një përgjigje konkrete nëse ka ardhur letër porosia nga Italia për predhen që i mori jetën nipit tuaj të ndjerit Alex Nika? Nuk u futa në hollësi. Ne kërkojmë me insistim se çështja të avancojë, se kohë gjatë për hetimin, provat dobësohen ose humbën, dhe ato premtuan se ne do bëjmë gjitha përpjekjet. Këtë takuat jo? Prokurorin e çështjes, Fred Sheu. Zoti Nika, a keni dorëzuar ju prova të tjera të reja përveç audiove të komunikimit të Gardës së Republikës? Po, tash se them gjëra në fakt parancishme, po ai po i shqyrton provat, kemi dërguar, po të cilat janë për çështje si janë në hetim, dhe do verifikohen saktësia të tjera. Kështu është procedura. Janë 15 vite nga dita kur nipi juaj dhe 3 persona tjerë janë vrarë në bulevardin dëshmorë të Kombit. Po. Besoni një ditë se do të ketë drejtësi, në fakt nga mazhoranca ka patur gjithkohës premtim për drejtësi në lidhje me këtë ngjarje, por ju si familjar e një prej viktimave. Drejtësinë e kemi kërkuar nga drejtësia, jo drejtësia vjetër, po tani ke SPAK-u. Pas SPAK-un kjo çështje nuk do të zbardhet kurrë. Nuk është përgjegjësia e mazhorancës, mazhoranca është vetë në procese penale dhe nuk kemi komunikim për këtë punë. Ato ishin pranishëm në ceremoninë përkutimore, po kam kërkuar kurrë nga Rama, as nga qeveria Rama për drejtësi. Drejtësinë e duam vetëm nga drejtësia e SPAK-ut, si është sot prokurori i çështjes. Zoti Nika, pse proponohet kjo drejtësi? Duan që të vendoset drejtësi dhe padyshim që e vlerësojnë si një drejtësi të vonuar. Megjithatë Revin, për të ndalur pak më konkretisht, çfarë po bën SPAK-u? Fabiola, në fakt ne vazhdimisht gjatë edhe fundit të vitit të kaluar kemi parë në dyert e prokurorisë së posaçme personat që si duket kanë qenë në krye të zinxhirit komandues, ashtu siç urdhëroi edhe gjykata për të drejtat e njeriut që të hetohet zinxhiri komandues që nga Sali Berisha, ish kryeministri i kohës, i cili është paraqitur në nëntor të vitit që lan pas në prokurorinë e posaçme, pavarësisht se bëri disa tentativa për të mos u paraqitur në SPAK, ai më në fund pra erdhi dhe u mori në pyetje për sa i përket 21 janarit. Gjatë daljes ne kujtojmë pra se pati edhe deklarata për të shmangur, por si duket fajin e hedh tek Garda e Republikës, pra jemi në fazën përmbledhëse pasi është marrë në pyetje i gjithë zinxhiri komandues.